Këto janë 3 shenjat e horoskopit që do ta kenë jetën më të lehtë deri në fund të majit. Muaji i maj pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme dhe fillime të reja për disa shenja të horoskopit. Sipas astrologëve, kjo periudhë shënon një kthes të fortë energjike, ku shumë persona do të ndjejnë lehtësim pas muajve të vështirë, emocionalisht dhe profesionalisht. Astrologët shprehen se maj është momenti kur njerëzit fillojnë të përpunojnë dhe kuptojnë gjithçka që kanë përjetuar gjatë vitit. Ndërkohë, astrologët kanë zbuluar se 3 shenja të zodiakut do të përjetojnë përmirësime të mëdha në jetën personale, financiare dhe emocionale deri në fund të majit. Por kush janë ato? Luani. Për luanët, periudha e fundit ka qenë intensive dhe plot ulje ngritje, sidomos gjatë muajit prill, por sipas astrologëve, maji sjell një transformim të rëndësishëm. Tensionet në marrëdhënie apo në karrierë pritet të zgjidhin gradualisht, duke i hapur rrugë një faze më të qetë dhe më të qëndrueshme. Megjithatë, astrologët theksojnë se suksesi nuk do të vijë vetëm nga fati, por edhe nga puna personale dhe vendimet që do të marrin gjatë kësaj kohe. Dashi konsiderohet si një nga shenjat që do të ndjejnë ndryshim më të madh gjatë muajit 2026. Pas një periudhe të lodhshme që sipas astrologëve ka nisur që prej vitit 2023, energjia dhe motivimi i rikthehen fuqishëm. Kjo shenjë do të përjetojë rritje të vetbesimit dhe do të tërheqë më shumë vëmendje nga të tjerët. Sipas parashikimeve, shumë dash do të ndihen më të vlerësuar dhe më popullor në rrethin shoqëror apo profesional. Shigjetari. Për shigjetarët, fundi i muajit sjell përmirësime të mëdha në jetën sociale dhe romantike. Astrologët parashikojnë njohje të reja, afrime romantike dhe largim nga persona që nuk përputhen më me energjinë dhe objektivat e tyre. Rrethi shoqëror pritet të transformohet pozitivisht. Sipas astrologëve, kjo periudhë e favorshme për shigjetarët nuk do të zgjas vetëm pak javë, por mund të vazhdojë deri në vitin 2027, duke sjellë gjithmonë dhe më shumë zhvillime pozitive për ta.